Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë. Përmbroja e nderit. Në rastin e marrjes detyrës së ministrit të mbrojtjes, do të arrestuar komandanti i trupës Neri, Togir Baruti. Të nderuar drejtues dhe efektiv të forcave të armatosura, general, oficer, nën-oficer, drejtor dhe personel civil i mbrojtjes, në të gjitha gradat dhe cilësitë tuaja, të dashur bashkëpunëtor, dashur miq, sot nuk po largohem nga një detyrë, po mbyll një kapitull shërbimi dhe po hap një tjetër, me të njëjtën përgjegjësi, me të njëjtin betim ndaj Republikës. Ministria e Mbrojtjes, unë e them shpesh, nuk është thjesht një dikaster, është një shtyllë e shtetit. Është vendi ku fjala siguri përkthehet çdo ditë në disiplinë, sakrificë, profesionalizëm dhe besnikëri ndaj dheut dhe kushtetutës. Gjatë këtij rrugtimi, pata privilegjin të punoj me burra dhe gra që nuk kërkojnë vëmendje, por japin garanci. Nga generali që mban përgjegjësi strategjike për vendin, deri tek ushtari i ri që hap derën çdo mëngjes dhe përshëndet me respekt. Nga oficeri që përfaqëson vendin në misione ndërkombëtare, deri tek sekretarët e institucion që mbajnë rregull në ritmin e kësaj shtëpie të madhe. Pata privilegjin të punoj me njerëz që nuk flasin për atë dheu, por e mbrojnë atë, në paqe, në krizë, në emergjenca, gjithmonë në solidaritet me aleatët. Së bashku, në më pak se 2 vite, kemi forcuar kapacitetet tona, kemi investuar te njeriu në uniformë, kemi ndërtuar aftësi reaguese, kemi rindezur motorët e industrisë ushtarake, kemi dëshmuar se Shqipëria mund të jetë një aleat i përkushtuar dhe i përgjegjshëm. Dhe këtu dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për secilin prej jush, e para për qetësinë që keni treguar në kohë të vështira dhe për faktin se gjithmonë keni vendosur detyrën mbi veten. Ta dini se kalimi im me kohë të plotë si deputet i Vlorës, këtë kalim nuk e përjetoj si një largim nga misioni i sigurisë kombëtare, përkundrazi. Siguria e Shqipërisë sot mbrohet si në terren, ashtu edhe në tryeza tjera diplomatike dhe politike. Si me uniformë, edhe me fjalë të qarta, pozicione të forta, aleanca të qëndrueshme. Në detyrën e re plot mirënjohje për mbështetjen e dhënë nga kryeministri Rama, do ta mbaj gjithmonë me vete frymën e kësaj ministrie. Qartësi në qëllim, disiplinë në veprim dhe besnikëri ndaj interesit kombëtar. Puna me njerëzit në uniformë më ka mësuar për ulësinë, duke më treguar se autoriteti nuk buron nga zëri i lartë, por nga përgjegjësia e heshtur. Më ka mësuar gjithashtu vetëpërmbajtjen në raport me bindjet që secili shpeshherë i konsideron si të vërteta absolute. Më ka mësuar mbi të gjitha kujdesin në raport me të tjerët. Dhe pikërisht ju që punoni çdo ditë për të garantuar kushtet e vazhdimësisë së kombit, mos e harroni kurrë. Lufta është gjithmonë një tragjedi,
por përgatitja për luftim është e domosdoshme, sepse për të ndalur armët duhen armë. Dhe pikërisht këtu qëndron dhe pesha morale e misionit tuaj. Nuk ka nder më të madh se sa t'ja dedikosh jetën diçkaje që na tejkalon të gjithëve. Dhe kjo ministri e di shumë mirë çmimin e kësaj përgjegjësie. Pas çdo uniforme ka një histori, pas çdo angazhimi ka një sakrificë, dhe pas çdo plage ka një qenie njerëzore që meriton të dëgjohet, të respektohet, të mbështetet. Këto e kuptova edhe më qartë gjatë një udhëtimi që bëra në Bullgari me familjet e disa prej ushtarakëve tanë, dhe aty e pash se mbas çdo njeriu në uniformë qëndron gjithmonë një familje që shërben po aq në heshtje. Ndaj mos daloni asnjëherë së kërkuari më shumë për kombin ton, më shumë aftësi, më shumë reagim, më shumë respekt. Në vitin 2024, dashur Ermal, pata fatin që stafetën ta merrja nga një mik i mirë, Niko Peleshi. Sot kam gjithashtu fatin t'ia dorëzoj stafetën një tjetër miku dhe bashkëluftëtarit mirë, Ermal Nufit. Jam i bindur se me atë dashurinë dhe vendosmërinë e tij në krye të kësaj ministrie do të shkëlqeni të gjithë si skuadër. Institucioni është i fortë, Shqipëria është në duar të sigurta dhe misioni vazhdon. Këtë ministri e lë me shumë respekt, shërbimin ndaj Republikës e vazhdoi me të njëjtin betim. Ju uroj suksese në vazhdim, çdo të mirë për familjet tuaja. Faleminderit për shërbimin, faleminderit për besimin. Zoti i bekoft forcat armatosura dhe Zoti e bekoft Shqipërinë. Nderuar koleg Ministri Vengu, të nderuar general, të dashur pjesëtar të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, stafe civile, administrative, pjesë të Ministrisë Mbrojtjes. Të nderuar kolegë dhe partnerë ndërkombëtar. Sot marr detyrën si Ministri i Mbrojtjes i Republikës së Shqipërisë me një ndjenjë të thellë nderi, por mbi gjitha me një vetdije të plotë për përgjegjësinë që mbart ky institucion për sigurinë e vendit. Në këtë institucion ndërtohen çdo ditë themelet më të rëndësishme të shtetit, siguria e kombit, garancia e sovranitetit të Shqipërisë. Personalisht, për mua, këtë moment e bën akoma më simbolik fakti që kjo ceremoni zhvillohet pikërisht këtu në garnizonin Skënderbej, i cili nuk është thjesht një hapësirë ushtarake apo administrative sot, por është simbol i traditës, disiplinës, formimit të elitës së ushtrisë shqiptare, ku për dekada janë përgatitur breza të tërë ushtarakësh që i kanë shërbyer me përkushtim vendit. Ky garnizon që mban emrin e heroit ton kombëtar, Gjergj Kastelli Skënderbeut, simbol i përhershëm i identitetit evropian të shqiptarëve, por edhe i profesionalizmit, sakrificës, shpirtit patriotik që ka karakterizuar gjithmonë ushtrinë shqiptare. Në këtë ditë kaq të veçantë për mua, fillim dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për kryeministrin, zotin Edi Rama, i cili më ka besuar që t'i shërbej Republikës me këtë detyrë kaq lartë. Një falënderim dhe respekt i veçantë shkon për mikun tim, kolegun ministrin Pirro Vengu, i cili me kontributin dhe përkushtimin e tij ndaj forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë ka vendosur një qasje europiane, e cila në sytë e mi është çdo ditë sa herë që unë kam marrë në të ministri në funksione të tjera për detyra të tjera. Ministri kthehet deputet në qarkun e Vlorës, qarkun flamurtar ku patriotizmi është fjalë, dhe jam i bindur që me ndihmën e tij do kemi mundësi të shtyjmë para shumë projektligje në të mirë të forcave të armatosura të Ministrisë së Mbrojtjes. Ajo që është një kurthemel në çdo dorëzim detyrë është të dimë që institucionet forcohen aty ku ndërtohen mbi vazhdimsinë dhe mbi respektin
e punës atyre që kanë punuar dhe shërbyer para nesh. Siguria e një vendi nuk ndërtohet vetëm me strategji apo dokumenta të qarta politikisht dhe doktrinalisht, ajo ndërtohet çdo ditë nga njerëzit që punojnë, nga burrat dhe gratë që veshin uniformën, nga komandantët dhe drejtuesit që marrin vendime të vështira, nga institucionet që qëndrojnë fort edhe në kohë pasigurie. Prandaj sot duhet shpreh respektin tim më të thellë për çdo pjesëtar të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe për stafet administrative të pjesë Ministrisë së Mbrojtjes, të emergjencave civile apo çdo lloj organi varësie që kjo ministri ka. Ju mbroni territorin e vendit tonë, garantoni sigurinë e qytetarëve tanë, përfaqësoni Shqipërinë me profesionalizëm dhe me dinjitet në misionet ndërkombëtare. Ushtarakët shqiptar kanë shërbyer me nder në operacionet e NATO-s dhe aleatët tanë kanë dëshmuar për profesionalizmin e tyre, duke i dekoruar, duke u njohur kontributet, ndër të cilit kemi edhe dëshmorë. Shqipëria e ka treguar që nuk është vetëm një përfituese e sigurisë kolektive, por në masën e saj është një kontribuese krenare. Në një notë ndoshta krejt personale, për familjen time, e cila ka pasur burra dhe gra, që kanë shërbyer në forcat armatosura të këtij vendi, ndër brezat e parë të oficerëve, begësat e dikurshëm që sakrifikuan jetën, familjen për të ndërtuar një adhet të sigurt. Për ty e ka mësuar një vërtet shumë thjesht. Shërbimi ndaj adheut nuk është thjesht profesion. Është detyrë që nuk vjen pa sakrifica. Është përgjegjësi që nuk vjen pa barra. Është privilegj që të bën krenar gjithmonë. Do ta them shumë qartë sot që unë nuk vij në ministri për të punuar vetëm. Ky institucion funksionon me disiplinë, me hierarki dhe me përgjegjësi të ndara qartë. Do të punoj ngushtë me profesionistë të kësaj ministrie, me drejtuesit ushtarak, patjetër dhe mandat civil, për të forcuar më tej kapacitetet e sigurisë këtij vendi. Siguria e një vendi nuk është përgjegjësi e një personit vetëm, por është përgjegjësi e një institucioni të tërë. Një nga prioritetet e kësaj ministrie sipas edhe vullnetit politik kryeministrit, i cili për shumë vitesh tashmë shtyn përpara modernizimin e forcave të armatosura, rjetësimin e industrisë ushtarake, rritjen e kapaciteteve për përballimin e emergjencave civile, si dhe hapjen e rrugës drejt inovacionit edhe në fushën e mbrojtjes. Në përputhje të plotë me standardet e NATO-s dhe duke garantuar efektivitetin e të gjitha strukturat tona. Bota përreth nesh po ndryshon shpejt. Lufta në Ukrainë është rikthyer në qendër të vëmendjes për rëndësinë e mbrojtjes kolektive dhe gatishmërisë strategjike. Konfliktet dhe tensionet në rajonet të ndryshme të botës na kujtojnë çdo ditë se stabiliteti dhe paqja nuk janë kurrë të garantuara. Në këtë realitet NATO mbetet garancia më e fortë për sigurinë e vendit tonë. Shqipëria është një anëtar krenar e aleancës dhe një partner i besueshëm. Një vend i përkushtuar ndaj integrimit evropian dhe ajo ka një përgjegjësi të veçantë për sigurinë dhe stabilitetin në rajonin tonë. Ballkani ka njohur në të kaluarën pasiguri dhe konflikte. Sot është përgjegjësia jonë të kontribuojmë që ky rajon të jetë një hapësirë, stabiliteti, bashkëpunimi për të gjithë. Në këtë kontekst, projektet strategjike si Korridori 8 marrin një rëndësi të veçantë për lidhjen strategjike të rajonit me aleancën. Në fund, forca e një institucioni nuk matet vetëm me pajisje apo struktura, por matet me karakter, me përkushtim, me ndjenjen e detyrës ndaj vendit. Dhe kjo është përgjegjësia që ne mbajmë sot për vendin tonë dhe për aleatët tonë. Një përgjegjësi që e mbajmë së bashku në emër të adheut, në shërbim të sigurisë dhe në besnikërinë ndaj aleancës tonë. Ju falenderoj për shërbimin dhe për kushtimin tuaj ndaj adheut, ndaj Republikës dhe ndaj Shqipërisë. Faleminderit.
Faleminderit.